Projekti për zhvillimin e rinisë në Kosovë implementohet në kuadër të Ministrisë së Rinisë, Kulturës dhe Sportit. Ky projekt financohet nga Banka Botërore. Që nga viti 2006, ky projekt ka filluar në fazën e parë dhe në vitin 2011, në fazën e dytë të projektit, janë realizuar njëmëri aktivitetesh të cilat me sukses kanë përfunduar në vitin 2014. Aktualisht projekti është në fazën shtesë, i cili është financuar për një periudhë 16 mujore, gjithsesi për implementimin e këtij projekti nevojiten rreth 16 muaj përgjatë vitit 2014-2016. Objektivat e projektit mbesin të njëjta. Këto objektiva kanë të bëjnë me promovimin e kohezionit social nëpërmes bashkëpunimit ndërrethnik në mes të rinjve dhe përmirësimi i mundësive ekonomike për të rinjt dhe çështje të qëndrueshme në shërbimet rinore. Jam pjesëmarrëse në trajnimin për ndërmarrësi qendra në Prishtinë. Kemi filluar trajnimin që 3 javë, jam pjesëmarrëse e rregullt. Ligjëratat janë në nivel të duhur, profesori është në nivelin e duhur dhe shpresoj që për informatave të këtij trajnimi do të ma mundsojnë të ardhmen për punësimin edhe për planifikimin e një biznesi të ri. Përshtypjet i kam kryesisht mira dhe në të ardhmen pres që të përfitoj nga ky trajnim dhe të hap një biznes timi personal. Ideja është që me identifiku të dëmesht kush janë konkurrent kryesor të kompanisë. Ne jemi duke i përgatitur ata për disa qasje ndaj aplikimit të granteve, siç është përshkruarja e produktit dhe miksit marketingut dhe përgatitja e biznes planit për një aplikim konkurues. Këtë trajnim jemi veç se 4 javë, ka qenë një përvojë shumë e mirë, është projekti Bankës Botërore, është një risiv, shumë gjana mësëm, shumë ide. Se nuk ishte as i vështirë, ishte një pyetje të cilat gjatë i kemi mësuar gjatë trajnimit, të cilat na i kanë shpjeguar ligjëruesit. Jam e kënaqur nga përvoja e këtij trajnimit, kanë qenë disa njohuri dhe shumë gjëra që ne i kemi përforcuar, mungesa asaj që i kemi pas më herët. Jemi nda të kënaqur edhe me profesorat, me ligjëros domethënë. Nuk kam pasur njohuri rreth ekonomisë, kështu që kam vendosur të aplikoj dhe u pranova në këtë trajnim. Përshtypjet e mia për ndërmarrësi janë shumë të mira, sidomos trajnuesja ka qenë shumë e mirë, ka shpjeguar të gjitha gjërat në detale. Ukađao sam obuku za preduzetništvo, trening je bio super, trener je bio također odličan, sve pohvale. Ky ka qenë një projekt mjaft i shëlluar për një të rit, ndjeka këtë rrugë për ndjekur një biznes të ri, të hapur për familjen time dhe ndoshta edhe të tjerë të ri për të punsuar. Ovdje sam pohađala uspešno preduzetništvo biznis planova. Lično meni je ovo značilo puno, zato što se nadam da ću dobiti posle ove obuke da ću dobiti grant. Trajnimet u realizuar në bazë të reflektimit të nevojës dhe studimeve të tregut të punës. Trajnimet kanë përfshirë aftësimin e të rinjve në fushën e teknologjisë informative, kontabilitet, automekanik, si dhe floktari dhe grim estetik. Po ashtu, në 5 rajonet të Kosovës janë ofruar edhe trajnime në ndërmarrësi për të rinjët, ku janë përfshirë rreth 245 të rinjt për zgjedhur për pjesëmarrje dhe pse interesimi të rinjve ishte në numër të konsiderueshëm. Pjesëmarrësit e trajnimit janë të rinj të moshës 18-35 vjeç, nga të cilët një minimum prej 30% është nga grupet të rrezikuara dhe marginalizuara rinore. Trajnimi i ndërmarrësisë është ofruar në bazë të 4 moduleve të trajnimit, ata të ndërmarrësisë, marketingut, planifikimit të biznesit, si dhe planifikimit financiar. Ne kemi disa persona që kemi vendosur për kompanisë tonë për qytet dhe për me moshqitje të produktit caktuar. Në momentin që ndryshojmë, na ndryshon sigurisht edhe vlera në këtë klasën e vet.
Ky kurs të cilin e mban profesori është mjaft efektiv, sepse gjërat që i spjegon janë shumë praktike dhe po më ndihmojnë shumë. Studimet që kemi bën në fakultet, taman e bëjmë në praktikë këtu. Nga këtë trajnim kemi përfituar shumë, duke filluar pjesët hardverike të kompjuterit, pastaj sistemin operativ, paketën Office, ku përfshihet Wordi, Exceli, PowerPointi, rrjetat kompjuterike, se si konfigurohet një router, edhe gjërat të tjera. Najviše sam naučio oko Word, hard disk, memorija. Kad budem završio obuku, otvorit ću IT igronicu, kompjuteri, da radim biznis. Unë ku mësu kriterat, instalimit e kompjuterit dhe tjera tjera. Bezon nga dalë kafsh, pse? Për momentin këtu jemi duke e mbajt trajnimin e IT-s për kursantët cilët neve na kanë ardhur me projektin e Bankës Botërore dhe bashkëpunimin e ITED-it dhe Don Boscos. Tu jemi marrë me ligjërata cilat ne këtu i ofrojmë, do të thotë i kemi çdo gjë që ka të bëjë me teknologjinë informative, faktikisht me pjesët kemi filluar prej gjuhës së kompjuterit, mandej kemi filluar me pjesët hardverike, komponentet hardverike, mandej softverin e kompjuterit se si funksionon. Këtë është shtarëngar, fillon dhe mos starton me punën, tash të jem program tjere. Këto 4 pika të më përës në cenzura të që e lidhë në reglozhën, këtë në vonë e mokë tjere, dhe të në vonë ka hitë kjenë në reglozhë, këtë në shqipë atje botorit në me rezultirën, dhe qeve që lezaj. Kanor, do më thonë mësu reglozhën, servisimin e automjetit, ndërimin e gumave të vojit. Mëre, tash që ka foku, ishte ngu këtu me dheq, akila ishin këtu, mëre ishte ngu këtu. Ti mëre këto 13 ishte ngu ato 3 shtrave këtu të me njashit. Unë kom mësu, si për shembull me ndru frenat e parë, frenat e mram, ullën, filterat, lamellën, qëtu farë imësinat e vugla njerës të i këna mësu mirë, edhe menoj për 6 javë me kry këtë kurs. Me trajnirin jam shumë i kënaqur se domethënë që mbrana 3 javëve kena mësu shumë më shumë se që sa u dosht, edhe ky nuk e kërcen dijen e tij për më mësu mirë. Ku ta kryj këtë kurs muj me mor punë më shumë, me ndru ladnjoki, ndiktu në të krejës, lamella, se në tjera. Tu një shpaner, që ishte nga që i zingjira, që? Qëta? Që ka ma dhëtë të zingjiri, që? Ky trajnim për më zhëtë 6 javë. Gjatë kësaj kohë këta e mësu për shembull, ndrojnë frenat, ndrojnë amortizera, qelin rrypa dhomëzor, ndrojnë kaisha, ndrojnë ladnjoka, çka ka nevojë për shembull vetura, çdo veturë nuk, domethënë këtë punë ti kryjta, pa problem. Po kjo praktikë ka ndiku pozitiv në profesionin tem, pasi që i kena praktiku për ato që i kena zhvilluar ose i kena mësuar në universitet. Unë pas përfundimit kësaj praktike, besoj që jam gjendje që me fillu me një kompani ose që me kry shërbime të kontabilitetit, qoftë në vend, qoftë për firma ndërkombëtare. Për mu, pasi që kom studiu dhe jam studime master, menaxhment dhe informatik, do të thotë mblidhet direkt edhe me marketing. Për mu shumë atraktive dhe shumë e qellume. Mendoj që këtu ka fillu eksperienca dhe karriera ime për këti jape. Kjo është ndoshta më e mira që e mundshme që kam mujtë me fillu nga kompanitë private. Që 2 muaj që kam fillu, do më thonë deri tash, deri 4 ose 5 firma unë jam marrë me to, pavarësisht punës me çka llojshmëri të ndryshme. Mendoj nëse për 4 muaj sa është trajnime, unë jam e gatshme të paktën me punu si kontabiliste. Nëse punon si kontabiliste, atëherë je gatshme ndoshta edhe me hap një firmë. Deri këtu më ka sjell projekti për zhvillim të rive i Bankës Botërore. Më ka ndihmuar shumë edhe jam shumë falenderues. Përmes projektit Bankës Botërore, që ka qenë një shtytje mjaft e mirë,
kom ardhur këtu dhe jam pjesë e radiovisionit. Besoj që pas këtij trajnimi 4 mujor, kom arritë edhe me pas një emision temin dhe besoj që kam e qenë i famshëm. Ja sam Stefan Vuksanović, dobitnik sam granta za plastenik, kao što vidite iza mene. Zahvaljujem se puno svima. Nadam se da ću uspješno da počnem saradnju i da proizvodim proizvode pod plastenikom. Zahvaljujem se KDP-u na podržanosti što se tiče projekta. Unë ndërkohë kom fillu biznesin dhe në talën planifikoj që produktet e mia dhe të kolegeve të mia që janë antarë të ndërkohës e vajzat e tjera të plasoj në një dyqan. Biznesi po shkon shumë mirë, kam pas domethënë interesim shumë të madh. Gjithashtu planifikoj që t'i angazhoj edhe vajzat tjera mas të konsumet komunës time, si dhe gratë që janë ambise, që t'i sjellin produktet e tyre në të ardhmen kur ta hapet dyqani. Projekti i fituar nga projekti për zhvillimin e rinisë Kosovë më ka ndihmuar shumë, sidomos më ka ndihmuar për vetbesimin tim që të mirëm edhe më shumë me këtë lëmi dhe të vazhdoj më tutje ëndrrën që gjithmonë kam pas. Falenderoj shumë. Ideja ime është për ta hapur një vend ku mund t'i furnizoj make-up artistat e ri me gjëra me kozmetik dhe gjëra të tjera të cilat janë të nevojshëm për ata. Moja biznis ideja je otvaranje cvećare, to jest gajenje cveća, a nakon toga i otvaranje cvećare. Ideja ime për biznes është hapja e një depoja ose kultivimi në degën e bujqësisë, kultivimi i marullës. Imam ideju u sušaru da otvorim, za voće, povrće, šumske plodove. Ideja je tapaciranje automobila. Ne možete biti sigurni, ali imat ćete neke barem smernice, može li taj proizvod, odnosno ta usluga. Ja sam korisnik inkubatora i veoma sam zadovoljan uslovima koje mi on pruža. Želeo bih da se zahvalim KDP-u što mi je omogućio ovaj grant. Ono čime bih se ja bavila i u čemu je moj projekat jeste trenutno mašina za mlevenje mesa. Bazirala sam se na potrebe sela i mislim da će to biti veoma uspešan biznis. Trenutno sam u procesu nabavke, koristim sam biznis inkubatora, uslovi su odlični, zadovoljni smo svi i stvarno bih želela da se zahvalim svima vama koji ste nam omogućili ovo, da razvijemo naše biznis ideje i da sebe ostvarimo i na tom polju. Trenutno u našem inkubatoru je 9 korisnika i to su veoma različite aktivnosti, od multimedije do ljudi koji rade reklame, neki se bave vinklovanjem motora, ima devojaka koja se bave manikir, pedikir opremom i tehnikom. Tako da se nadamo da će ovaj inkubator zaživeti i stvoriti dodatne financije da mladi ljudi napred idu i da finansijski budu obezbeđeni ili ekonomski, kako to kažemo. Përmes këtij projekti kemi arritur ta prekim komponentën e punësimit, duke ju ofruar shtatërinjve hapësirë dhe kapacitete të nevojshme për të zhvilluar aftësitë e tyre si ndërmarrës të rinj, për të krijuar një biznes të ri. Pjesë e këtij inkubatori janë edhe të rinjët e komunitetit Ashkali, duke përmbushur kështu edhe një objektiv të rëndësishme për neve si qendër, por edhe për vetë KDP-n. Vin nga komuniteti Ashkalim, i falenderoj shumë që na kanë përkrahur
Më falë trajnime, ne kemi aftësu edhe biznisin besoj du të hapim për riparimin e kombëtarëve. Do t'i punësoj edhe disa punëtor tjerë. Unë kam një biznes me tepor ushqimore, të më thonë shqitore ushqimore. Në fshatin tim ato është mungesë. Unë mendoj që ta hapi ato dhe të bëj biznes normal, për vitim edhe për veti, po edhe për të tjerë. Unë kam zgjedhë kontabilitet dhe shpresoj të punësoj 2 punëtorë. Unë veç e kam stafin tim me cilin punoj, jemi 4 veta aktualisht. Unë jam si pronare, në fakt kam asistentin time personale cila më ndihmon, kam fotografin tim, sepse biznesi që kam hapur e do këtë staf punus, kam edhe vajza tjera cilat punojnë part-time, atëherë kur ne kemi punë, angazhime, edhe kur ne bëjmë në dekor, në event, në gjatë tillë. Projekti ofron asistencë teknike për zhvillimin e strategjisë së punësimit të perime në Kosovë, duke munduar këtu edhe përgatitjen e doracakut për shkallësitë e punësimit këtyre në Kosovë, studimin mbi gjendjen e përgjithshme socio-ekonomike, në zhvillimin e politikave dhe programeve të punësimit të tyre, edhe rishikimin e strategjisë kosovare për rrimin dhe planin e veprimit. Projekti po ashtu mundëson stafit të MKS-s mbështetjen në menaxhimin e projekteve, si dhe trajnime për ngritjen e kapaciteteve të tyre në fusha të ndryshme, si në menaxhim të projekteve, dhënies së granteve publike dhe monitorimin gjithsesi implementimin e projekteve. Rezultatet e krijuara përmes ngritjes kapaciteteve të trajnimeve, përmes ofrimit të trajnimeve në fushën e ndërmarrësisë, andaj trajnimeve profesionale, mentorimi i bizneseve dhe krijimi dhe shpërndarja e granteve të rive. Përmes Ministrisë së Kulturës do të shërbejë si një shembull pozitiv i promovimit të punësimit dhe krijimit mundësisë për punësim edhe vetë punësueshmëri të rive në Kosovë. Ky projekt në përfundim të tij do të bartë përvojën e krijuar deri më tani tek stafi i Ministrisë së Kulturës dhe Sportit. Përveç tjerash, njësia për implementimin e projektit gjatë gjithë kohës ka pas një relacion të shkëlqyeshëm me stafin e Ministrisë së Kulturës dhe Sportit. Në fund të projektit, përvojat e fituara gjatë implementimit të këtij projekti do të barten tek stafi i Ministrisë së Kulturës dhe Sportit. Dhe po ashtu, ky projekt do të shërbejë si model për realizimin dhe replikimin e projekteve të ngjashme nga Ministria e Kulturës dhe Sportit.